Miqtë dritares, jemi në Gatuaj në Dritare, si gjithmonë do ju sillim receta të ndryshme, shpesh herë moderne, shpesh herë dhe tradicionale, dhe në fakt ajo çfarë neve na pëlqen shumë është që shpesh herë të kthehemi tek tradicionalja dhe të bëjmë ato receta me të cilët ndoshta për ndërtan janë rritur dhe ne i kemi provuar. Kam kënaqësinë të kem në Gatuaj në Dritare zonja Meritën. Zonja Merita, mirë se erdhe në kuzhinën tonë. Si fillim do doja të të pyesja se si të duket kuzhina e Gatuaj në Dritare. Po, mirë, më pëlqejnë të gjitha gatimet që bëjnë zonjat. Jo, në fakt, thoja për kuzhinën të duket me dritë, të duket një vend i këndshëm për të gatuar. Shumë kënaqësi, shumë vend, shumë i përshtatshëm, shumë të gjithë mirat. Okej, ndjeu si në shtëpinë tënde. Këtu jemi jo vetëm për një gatim, po dhe një bisedë interesante me ju për të folur për gjithë ndoshta vitet që ju keni që gatuani. Por si fillim, përpara se të dalim ndoshta dhe në ato biseda, do doja të dija që çfarë do na gatuar sot? Dëshira ime është sot që të bëjmë një lakror me 2 peta, si e bën zona jonë e Devollit. Një lakror me 2 peta si që bën zona e Devollit. Tani lakrori nga e ka origjinën, e dini? Sipas gojdhënave, e di që e ka origjinën nga Erseka, lakror. Okej. Po, me që se jemi shumë afër, kemi marrë dhe ne ande nga Devolli, nga Korça. Nga këto zona, pra Devolli, Korça, por gojdhënat thonë që lakrori është i Ersekës. Të dashur miq, mund të komentoni edhe ju nga ku mendoni se e ka origjinën lakrori ose nëse e keni të sigurt. Zonja Merita, nëse mund të bëj një pyetje që unë mendoj e kam dëgjuar shumë herë, nga ndryshon lakrori nga byreku? Lakrori nga byreku ndryshon se lakrori bëhet thjesht me 2 peta. Kurse byreku bëhet me shumë peta, si e quajmë ne ande me kulaçka, bëhet me shumë yndyrë, me gjalp, kurse lakrori thjesht pak vaj ulliri ke gjella, se argji që do t'i edhim, dhe tepsia që lyhet edhe sipër, pastaj me një çik gjalp bio, dhe kjo ndryshon. Për recetën e sotme, zonja Merita, çfarë përbërësish na duan? Për të përgatitur një lakror, ne na duhen një lakror si kjo tava, na duhet 400 gram miell. 400 gram miell, na duhet 500 gram spinaq, 300 gram gjizë, pak djathë, mund t'jedhësh sipas dëshirës, edhe pak vaj ulliri. Gjalpi që nevojitet në fund, mbasi të ketë mbaruar lakrorin, mbasi të jetë pjekur lakrori, e lyejnë me gjalp bio për të zbutur pak për të... Okej. Pra këto janë përbërësit, me sa shohim brumin e kemi gati sot, edhe do të pyesja për në lidhje me tepsin, quhet? Tepsi. Po. Pse kjo duhet pikërisht për lakror kjo tepsi që është pak e hollë, me sa shoh që nuk është shumë e thellë? Në duhet ta zgjedhim të tillë për të bërë një lakror? Lakrori bëhet në tepsi rumbullake, të cilat ne i kemi të vjetra, si i ruajmë të gjyshes tonë, tepsijat, në punishten tonë, e quajmë lakror i gjyshes, janes. I kemi vënë dhe emrin lakror ane, punishtes tonë. Dhe tani në fakt, unë duhet të të pyesja për emrin, po ti e zbulove vetë. Pra lakror ane të dashur miq dhe restoranti i cili ushimin kryesor e ka pikërisht lakrorin dhe emri është lakror ane. Është shumë interesante. Në fakt mund ta gjeni në Instagram duke bërë ato, duke parë ato të gjitha gatimet interesante që u bëni, sidomos me lakrorin. Po, lakrori është gatimi i traditës tonë, dhe pikën e parë lakrorin kemi. Okej, pasi kemi përgatitur brumin dhe kemi përgatitur gjithashtu dhe spinaqin edhe pjesën e gjizës dhe të djathtë, të cilët shikuesit tanë mund t'i përgatisin shumë thjesht sepse janë shumë bazike. Tani fillojmë me përgatitjen se si do të, po, se si nis përgatitjen e lakrorit, cili është hapi i parë tashmë. Hapi i parë është marrim brumin, marrim miellin, marrim 500 gram. 400 gram miell, përbërësit janë, do t'jedhim krip, pak krip, një lugë kafe krip dhe gjysëm lugë kafe me sodë. Dhe tani në dimër e kapim me pak ujë të ngrohtë, se është freskët, kurse në verë me ujë ambienti. Ne përgatisim brumin që e kemi dhe të përgatitur. Ne kemi brumin të përgatitur dhe tani mund të fillojmë të hapim petët. Zonja Merita, kush ju ka mësuar të hapni petë?
Po gjysja, prandaj ka marrë edhe emrin. Gjysja i kanë thuar Gjysja, pasi kemi përgatitur brumin, e lem të pushojë 15-20 minuta dhe fillojmë hapjen e petëve. Zakonisht lakrorin e hapet me ndahet në 2 pjesë. Pjesa e poshtme ndahet pak me plotë, kurse pjesa lart pak me hollë. Pra mendoj që lakrori ndoshta është dhe më praktik se byreku, se ka vetëm 2 petë për të bërë. Kjo për gjithë ato që përtojnë të bëjnë shumë petë. Edhe nga yndyra që nuk duam të përdorim edhe shumë yndyrë tani se... Po, në fakt, është shumë e Po, shëndetshme. është më i shëndetshëm. Më i shëndetshëm se... Në Merita po më thoshte që nuk ka një vajzë, ka vetëm djem, edhe i bie që po ta kishe vajzën tënde, mendoj që do ta mësoj shumë mirë që të bënte lakror, apo jo? Është në bazë dëshirës, po qefi është ta mësonte, se pa tjetër. Dhe shumë miq, me kaq shumë peta sa po bëjmë këtu në dritare, do më shikoni edhe mua ndonjë ditë duke bërë super peta dhe duke i përgatitur më së miri. Tjetër mirë është ta dinë gocat e reja. Ashtu është në fakt, sepse ushqimet tradicionale i kanë këto gjëra, dhe nuk duket aq e vështirë, sa më shumë e shikoj aq më lehtë më duket. Po. Lakrorin mund ta bëjmë edhe me miell integral. Unë e kam kapur sot me miell të zakonshëm, po akoma më i shëndetshëm del dhe me miellin integral. Tek lakror Ane, zënja Merita, cili është lakrori që kërkohet më shumë? Të gjitha i kërkojnë, po zakonisht me qep domate na ecën më shumë. Edhe spinaci, edhe qep domate. Basi e luajmë tavën, do shtrojmë petën e parë me pak vaj ulliri. Zakonisht lakrori në tavë rumbullake, se për punë e kurorës që i bëjmë në fund, të cilin e quajmë themra, nga Tevoli. Themra, ja quajmë. Interesante. Dhe kjo pjesa që krijohet Po, këtu? në fund, për mos dalë argji gjella. Po. Janë shumë të bukura në fakt dhe këto terma që janë për shumë shqiptarë, si për shembull harxhët. Se tani ne themi përbërësit, në fakt dikur thuaj harxhët. Po. Ne në kuzhinën tonë lakrorin e bëjmë me jastagac, e quajmë ne, që na i kanë lënë gjyset. Ishte kastile, jastagac quese. Jastagac ishte druri... Ishte diçka si tavolin rumbullake, me një pak ëmsa, dhe që varesh e dikur si pas kushteve që ishin atere tani. Edhe në kuzhinën tonë, akoma ashtu e bëjmë se diçka është e vjetër në punishten tonë aty, ku e kemi ngritur. Çdo gjë është e vjetër, e lënë... Çdo gjë është e vjetër, çdo gjë është tradicionale? Po, tradicionale e lënë nga gjyshe. Sa gjë e bukur, do më thënë që ruhet tradita. Po. Pra keni edhe ndoshta mjete që përdoreshin atëherë tani nuk përdoren më, ose kjo që sa po përmendët. Po, ju jeni kryesisht
Ajo që kujdeseni për lakrorët që i përgatisni, apo keni dhe vajza ose gratë të tjera që ju ndihmojnë? Unë jam, kam dhe qunin. Çuni si të ndihmon? Edhe ati i jepet. Base për ta hapur petën jo, po i jepet edhe qunit për të bërë diçka tani. Do përzijem, basi e kemi larë spinaqin, i kemi bërë të gjitha. Pra nuk kemi përgatitur, është vetëm i larë, i prerë? I larë, i prerë, tani e kemi marinuar pak. Dhe do ta përzijem me gjizën që i kemi hedhur, me pak djathë dhe pak vaj ulliri. Të ndihmon me vaj ulliri? Apo e keni? Ja kam hedhur. Okej. Zonja Merita, po nuset e tua kur t'i kesh të djemve, nuk e di nëse i ke, duhet të din të bëjnë lakror? Dëshira ime kaluar provimin? Po, dëshira ime është që mirë ta dinë, ta mësojnë, ta... Nëse nuk din, ju a mëson ti? Ja, po, patjetër. Se ka shpesh herë të dashuriqet e kërkesa të ndryshme, për sa i përket mamave të djemve që duan që nuset të jenë kështu, të jenë ashtu, ndoshta duan dhe të bëjnë byrek ose lakror, dhe diçka shumë normale, sepse gatimi është shumë i rëndësishëm, kështu që. Tani jemi në përfundim të petës lartë dhe do e vendosim në tavë. Kemi lakrorin në tepsi. Pasi kemi hedhur dhe përbersit. Super fare. Tani do bëjmë themrat. Tani bëjmë themrat, Po. E ngjeshni? Po. Sa teknika mësoj unë këtu me gatuaj në dritare? Okej, shumë interesante, që të mos hapet, Kjo e spinaqit, jo se hapet shumë, po duhet kryej. Si duhet bërë? Po, ajo e qep domates, është e nevojshme që ta bësh patjetër se... është me lëngshme? është me lëngshme, ma. Interesante shumë, sepse mendova që do të bëjë njëjta gjë siç bëhet tek byreku, që vetëm hidhet sipër dhe kaq. Po kjo është nga teknikë tjetër, kisha për lakrorin duhet marr i gjithë sipërfaqe duke e bërë fikë siç e bëni ju dhe mendoj që të dalë shumë që keni shumë të qartë me detaje se si bëhet. Në furrë pak a shumë sa nevojë ka që të piqet, zonja Merita? Ne në furrën tonë tani se kemi për kastile për të pjekur lakrorin sa më shpejt, sa më mirë. Më shumë se 7 minuta nuk do. Nuk do më shumë se 7 minuta? Jo, nuk do më shumë se 7 minuta. Tani, para se ta fusim në furrë, e spërkatim me pak ujë lakrorin dhe gati për furrë. Okej, në furrë sa e mbajnë me furrat letimi moderne? Në furrat e shtëpisë besoj se një çerekore 15 minuta është gati. 15 minuta, gjithsesi ajo duket edhe me sy. Me sy. Okej. Tani lakrori është gati dhe furrën pasi e kemi të nxehur, e kemi hapur para se të fusim lakrorin, një çerekore 10-20 minuta. Furra është normal, mund ta fusim në përpjekje. Zonja Merita, e kemi gati lakrorin. Ta nxjerrim? Po, tani do e nxjerrim se besoj se ka përfunduar pjekja. Sa. Dhe këto tepra kanë qëndruar ashtu si duhet ju.
Po, tani do e lyej me pak gjalpë bio për të zbutur dhe për t'i dhënë shijet mirë. Pra kjo është dhe hapi final, i hedhim e lyej me gjalpë edhe më pas e presim dhe është gati për t'u ngrënë. Nuk e keni idin çfarë arome mirë kemi këtu tani në gatuaj në dritare me gjalpin, me lakrorin i cili ka një aromë të mrekullueshme. Unë ju sugjeroj ta bëni, receta ishte shumë e thjeshtë dhe shumë nuk e di domethënë sepse kur e bën zonja Merita mua më duket e thjesht, por tentoni dhe ju sepse vërtet duket shumë e mirë. Zonja Merita, unë falenderoj shumë që ishte në gatuaj në dritare. Faleminderit, edhe për mua ishte kënaqësi. Dhe të uroj sa më shumë suksese. Faleminderit, suksese edhe juve në punën tuaj. Faleminderit shumë. Të dashur miq, ne do e provojmë lakrorin dhe do e mbyllim këtu duke falendëruar gjithmonë sponsorat tan Aza Electronics, Inder Horeka dhe Ujtë Pelena. Deri atëherë, ju shihoni lakrorin deri në gatimin dhe recetën tjetër.